Ka informacione se 5 viteve të fundit, domethënë nga momenti kur është bërë regjistrimi në Maqedoninë e Veriut, kryesisht në Shkup dhe në një pjesë të Maqedonisë Juglindore, që përfshin kryesisht qytetin e Shtipit, kanë ardhur mijëra turq. Janë rreth 16.000 turq të ardhur këtu tek ne. Është fakti pamohueshëm se Turqia ka interesat në Ballkan, përfshirë këtu dhe Maqedoninë e Veriut. Dhe hapja e universiteteve, hapja e shkollave, në të cilët shumica, një shifër e madhe mësojnë dhe studiojnë të ardhur nga Turqia, të cilët sa kam unë informatë edhe shumica e tyre mandej punsohen, martohen këtu dhe mbesin këtu me vendbanime. Nuk do mend se një prej qëllimeve është edhe kjo që të bie se marrin edhe shtetësi. E marrin edhe shtetësinë, edhe shumë më lehtë edhe marrin në shtetësinë. Dhe mandej do të thënë numrat të rriten. Nuk them se është një agresion i popullatës, kushtimisht them agresion i statistikor, mirë po është gjithçka, nëse mundën t'jenë të tjerët këtu, pse mos jenë edhe ata, dhe ne duhet kështu t'i kuptojmë, sa ne si shtet, këtu flasë edhe shqiptarët edhe maqedonësët edhe turqit, jemi ndalur dhe të analizojmë se sa kemi dobi për kësaj, sa kemi humbje, sa bëjnë mirë këto lëvizje, dyndje studentash edhe shkollarësh këndej, me të cilët madej edhe mund të mbeten, shumica e tyre mbetet këtu, është ullur ndonjë institucion dhe i ka analizuar këto, vërtet nuk kam informat, por thjesht dyshoj se ka bë analizat të tilla. Ekziston një koncept i quajtur Më fal, aq më tepër nëse futet për shembull kjo në kontekstin se ideja e zvoglimit të numrit të shqiptarëve, po qoftë kjo edhe me njerëz të ardhur nga Turqia, kjo është veç më punë sherre. E ke parasysh. Do të thënë, shife, po të vinë 20-30.000, se ato kanë filluar të vinë 5 vitet e fundit, po kjo nuk do të thotë se do ndalet në të ardhmen. Dhe nuk do të thotë se nuk do rritet numri të ardhurve nga atje. Dhe kush garanton se sot nëse janë bërë 13.000 ose 15.000, nuk do jetë numri, ju shkoni gjithandej në Çajër ose në për qytet, do të dëgjoni turq të ardhur nga Turqia që janë këtu si student. Dhe nuk ka asgjë të keqe që vinë. Mirë po është ndalur dikush t'i bëj këtë analiza. Dhe nëse sot janë 15.000, nesër kush garanton se nuk do jenë 30.000, kështu me radhë dhe e gjithë kjo kam dilema dhe kam dyshimin se mund të jetë në sherr të numrit në dëm të numrit të shqiptarëve.